Me që e fillove këtë prezantim, besoj që je në fazën e planifikimit të një kërkimi. Po bën temën e diplomës, apo po shkruan një artikull, apo thjesht kuriozitet. Kërkon të dish më tepër për një temë që të pëlqen? Përgjithsisht, pavarësisht nga përgjigjet që i dhe pyetjes, duhet të fillosh kërkimin duke lexuar. Duhet të kërkohen materialet, të identifikohen ata që vërtet të vlejnë dhe të lexosh çdo gjë që është publikuar deri më tani për çështjen që të intereson. Por nuk është se ke kohë të lexosh çdo gjë që është e shkruar, dhe realisht nuk është se kjo është e nevojshme. Megjithatë, duhet të identifikosh çfarë të duhet vërtet dhe të ndihmon për të bërë projektin tënd kërkimor. Por le të fillojmë së pari me konceptin e literaturës. Kur fillon të kërkosh mbi çështjen që të intereson, mund të gjesh lloje të ndryshme literature e evidencash. Mund të kesh ndeshur çështjen që të intereson në revista e gazeta. Këto shpesh konsiderohen si burime të rëndësishme për të identifikuar nga çndron vëmendja shoqërisë. Por të kesh parasysh, nga ana tjetër, këto duhet të trajtohen me shumë rezerva pasi nuk janë literaturë shkencore. Duhet të kesh kujdes të bësh dallimin mes llojeve të ndryshme të literaturës. Kemi burimet primare dhe ato sekondare. Ndryshimi kryesor ka lidhje me afërsinë që ke me faktin e raportuar. Tek burimet primare ti raporton ato që gjen direkt, vetë, ndërkohë që për sa i përket burimeve sekondare, është dikush tjetër që i ka mbledhur, përpunuar e paraqitur. Mirë është që të mos përfundohet citim pas citimi, por të shkohet te literatura e parë. Dhe kur kërkojmë mes artikujve shkencor, dallojmë artikuj që raportojnë rezultatet kërkimore për herë të parë, gjetjet nga intervistat e kryera e tjerë, dhe rishikimet të cilat janë përmbledhje të studimeve të kryera në një fushë të caktuar. Mes artikujve rishikim dallohen rishikimet narrative dhe ato sistematike të literaturës. Një rishikim narrativ kërkon literaturën si një përmbledhje e përgjithshme dhe përfshin lloje të ndryshme literaturash, kërkime shkencore, raporte qeveritare e tjerë, ndërkohë që një rishikim sistematik është më i fokusuar në artikujt shkencor që përfshihen sipas një kriteri specifik dhe nuk trajtojnë çështjen në përgjithësi, por ngushtojnë fokusin. Është e rëndësishme të specifikohet metoda e kërkimit, pra zgjedhja e databasës, kriteret, periudha e publikimit e tjerë. Një formë tjetër për të përmbledhur studimet është meta-analiza. Përsëri rishikohet kërkimi ekzistues, por këtu fokusi është në efektin e një variabli specifik dhe se si ky mund të identifikohet në studimet e marra në analizë. Tashmë, meta-analiza mund të përdoret edhe në kërkime cilësore. Ndryshimi ndërmjet një raporti literature dhe një rishikimi sistematik literature mund të përmbledhet kështu. Raporti përqendrohet te gjetjet dhe listimi i literaturës ekzistuese në një fushë të caktuar, ndërkohë rishikimi është i orientuar nga kriteret jo vetëm për kërkimin dhe gjetjen e literaturës, por edhe në përpunimin dhe prezantimin e saj në një mënyrë të strukturuar. Në fund të rishikimit të literaturës, identifikohen çësie të reja në realitetin kërkimor shkencor. Dhe përveç asaj që është e botuar në libra në revista shkencore, është e ashtu quajtura literaturë gri, që përfshin raportet e refleksione dhe nganjëherë raporte empirike bazuar në numrat e klientëve, verifikimeve e tjerë. Literatura gri përkufizohet si literaturë shpesh me natyrë teknike shkencore, por që nuk është e disponueshme në burimet bibliografike. Mund të jetë në letër a format elektronik. Shembuj mund të jenë raporte teknike, preprinted, working papers, dokumenta qeveritare, proceedings, konferencash. Kjo tip literature shpesh jep akses të menjëhershëm në të rejat e fundit të debatet në shkencë, si dhe është një mënyrë institucionale dokumentimi dhe trajtimi të problemeve sociale. Prandaj, dhe literatura gri mund të jetë një burim i parë i dobishëm për studimin tënd. Por, si të gjejmë literaturën? Përgjithsisht, vendi ku duhet të kërkosh për literaturë varet nga çështja që kërkon të diskutosh. Një fillim i mirë është biblioteka e universitetit. Në bibliotekë mund të gjesh edhe tema që
kanë bërë paraardhësit e tu, të kuptosh këndvështrime të ndryshme, ose thjesht të kuptosh që tema që ku ti je fokusuar është e trajtuar aq shumë sa të duhet të kërkosh diçka vërtet të re për të bërë punën tënde tërheqëse. Shpesh, një mënyrë e mirë për të gjetur burime literature është të pyesësh thjesht profesorin tënd udhëheqës. Por pastaj nëse kërkon të hysh online, krejt mirë mund të kërkosh në Google, shumë më mirë është në Google Scholar apo ResearchGate. E nëse ke kohë që ke mendin të qartë se çfarë të bësh, mund të kesh hapur llogari në LinkedIn. Kjo është një mënyrë shumë e mirë që të ndjekësh apo të lidhesh me persona profesionist të fushës tënde të interesit. Një problem i madh vazhdon të jetë shkenca e hapur, artikuj që janë të aksesueshëm pa pagesë, por nëse ke kohë që je fokusuar në çështjen që do të studiosh, nuk do e kesh të vështirë të identifikosh literaturë shumë të mirë falas. Atëherë, shpresoj që ky prezantim të ketë pëlqyer. Mund të shpërndash nëse njeh ndokën që mund të jetë interesuar ta dëgjoj, por edhe thjesht nëse e pëlqen apo e komenton, mund të japësh ndihmën tënde të vogël për shpërndarjen e këtij prezantimi. Në përshkrim, do gjesh dhe disa adresa që janë përmendur gjatë prezantimit dhe mund të shërbejnë për të bërë një punë më të mirë. Faleminderit.